Mirëmbrëma të nderuar ndjekës të mi, ju falemnderit në fakt që po na ndiqni dhe mirë se takohemi sërish së bashku. Sonte jam në një ambient tjetër, në një xhami tjetër. Natën e Kadrit dhe 10 ditëshin e fundit të muajit të Ramazanit e mbyllëm me Hoxhën Hasan Rexhepi, i cili në fakt na dha mesazhe shumë të bukura dhe ju i pritët shumë bukur, i komentuat, i duartrokitët ato mesazhe. Por natën e fundit të muajit të shenjtë të Ramazanit, të këtij muaji të bekuar që në fakt ne që e përjetuam shpirtërisht, e jetuam, u kënaqëm, ishte vërtet një muaj festiv për ne. Sonte përzgjodha që këtë muaj ta mbyll në këtë natë të fundit, e njohur edhe si nata Arifes, ta mbyll në xhamin Kasimbeu në Gazibab të Shkupit. Dhe kam nderin dhe kënaqësinë që në krahun tim të majt me mua të jetë hoxha i nderuar Vedat Skenderi, i cili pranoi ftesën me kënaqësi, na priti në fakt në xhami për të folur mbi festën e bukur të Bajramit, vlerën e saj, për muajin e shenjtë të Ramazanit, ditë e agjërimit. Faleminderit shumë që na mirëprite. Jam sinqerisht i lumtur. Gjithashtu edhe unë i falenderoj Allah shpërbleft që zgjedhë xhamin tonë. Dhe të kohë që me forë rreth fesës që na pret, që e kemi para vetës, Allah shpërblet edhe njerë, Allah e nderoft. Faleminderit shumë. Në fakt, këto merita nuk më takojnë vetëm mua, ne kemi një mik të përbashkët i cili i mundson. Mi mundson në këto gjëra dhe unë sinqerisht e falenderoj, Bujaminin. Allah shpërblet. I nderuar hoç, para se të filloj me këtë temë që do flasim, këtë temë të bekuar, të bukur, ne që parë ishim duke folur se xhamia ka shumë qetësi dhe realisht këtë qetësinë ta shndron në pozitivitet, ta shndron në energji të mirë. Kaq bekime kanë këto vende të shenjta? Fillimisht e falenderojmë Zotin subhanahu wa taala. Dërgojmë salat dhe selam për të dashurin ton Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen e tij të ngjashme, dhe mbi gjithë ata që ndjekën rrugën e këtij pejgamberi. Për vërtet xhamit janë vende ku madhrohet Zoti subhanahu wa taala. Dhe janë vende ku kryhet obligimi më i madh në Islam, që është namazi, që është namazi i xhumave, adhurimi që është javor. Në këta vende lexohet Kurani, përmendet Zoti, madhrohet Allah subhanahu wa taala, normal që aty ku madhrohet Zoti, aty prezantojnë melaqet. Domethënë, aty ku largohet përmendja e Allahut, adhurimi kur largohet, aty vetë prezantojnë, domethënë, gjajt, prezantojnë shejtanët. Për arsye xhamit kanë këtë veçori, nga se këta vende madhrohet Zoti subhanahu wa taala, lexohet Kurani familjart, falet namazi, bashkohen muslimanët, kur afrohen trupat, afrohen edhe zemrat. Këtë arsye, ka shumë domethënie tjera, alhamdulillah xhamia ka këtë veçori. Edhe jo rastisht pejgamberi alayhis salam thotë një namaz që kryhet në xhami, një namaz fars, është më me vlerë sa 27 gradë tjera sa me fal të shtëpia. Kështu nuk krahasohet namazi që falet në shtëpi për atij namaz që falet në xhami. Shumë e vërtet. Po, këtë arsye xhamia ka këta veçoritë, këta vlera. E vërtet, normalisht ne kur falemi në shtëpi është unë mund të them një përqindje e vogël e qetësisë me këtë që realisht e gjejmë këtu. Kaluam muajin e shenjtë të Ramazanit, në fakt e pritem me shumë dashuri, agjëruam çdo ditë të sajën, u lutëm, u falëm, por në Kur'an citohet një shkrim ku thuhet që ditët janë të numëruara gjatë muajit të Ramazanit. Si e shpjegoni rëndësinë e këtyre ditëve të numëruara? Çfarë vlere kanë këto ditë? Pasi që Zoti subhanahu wa taala na urdhëron Kur'an në surën Bekare, na urdhëron që me agjëru muajin e Ramazanit, tani sikur pas këtij ajetit Allah po thotë ayyaman ma'dudat, ditë të numëruara. Muaji i agjërimit janë ditë të numëruara. Dietarët kur ndalën me komentu këtë pjesën e këtij ajetit thonë pse Zoti subhanahu wa taala pat nevojë me e dhon këtë detaj. Ka disa urtësi, ka. Një ndër ta është, më thonë, mi u dhon kuraj njerëzve që ata mos më mendojnë që shumë ditë janë këta, ditë agjërimit. Por janë vetëm një muaj, që është muaji i Ramazanit, kështu që më thonë fillojeni me vullnet dhe kryeni në formën më të mirë, kështu që më thonë kryhet shpejt. Po. E ka një urtësi tjetër, dietar kanë përmendur Allahu e përmendi ditën e muara me qëllim që me tregu Zoti nuk kërkon nga ne shumë. Nuk tha krejt vitin agjërimi.
ose në vazhdimësi agjerojnë, natën dhe ditën. Por tha ditën e mëruare, janë pak ditë. Tu delë në shesh edhe mëshira Allah s.w.t. Ku me pak ditë, ti e merë edhe shpërblimin e si ku me agjeru, më thonë një vit. Edhe kjo ka ardhur me një hadith, pejgamberi alayhis salam thotë kush agjeron muajin e Ramazanit, edhe ja bashkangjit 6 ditë pas Ramazanit, muajin e 6 ditë të Shevalit, ose si me agjeru të vitin. Për këtë arsye, më thonë, ditën e mëruara, kjo është urësia, Zoti më na dhon kuraj, më na dhon motiv, më thonë, mos e shihni një gjë shumë të rëndë. Edhe kush ka hikët muaj Ramazanit, krejt mendojnë në fillim të Ramazanit që shumë vështirë, por kur e shohin tani gradualisht mësohen dhe tani përmallohen kur kryet Ramazani. Në natën e fundit musliman mërziten me kryen e këtij muaji të bekum. Këtë arsye, më thonë, ditën e mëruara janë. E vërtet, ne agjeruam 30 ditë dhe tani me shumë dashuri, por edhe pak me piklim me thënë drejtën, e presim ditën e nesërme, ditën e Bajramit, një ditë që ka vlerë shumë të madhe. Do të ma zbërthesh pak çfarë vlerë ka pas 30 ditësh agjerimi, dita e Bajramit. Dita e Bajramit në Islam i kemi 2 festa. E këto 2 festa i themi Bajram. Gjuna arabe Eid, që ta përsëritën 2 herë me në vitit. Pe këtij kuptimit vjen edhe Bajrami. Festat në Islam lidhen shumë ngusht me obligimet madhore të Islamit. Këtas po e shohim agjerimi është një ndër shtyllat e Islamit, ku pasi që krijet kjo adhurim madhor, një modit muslimani ka agjeru, është fal, ka lexuar Kur'an, ka dhënë lëmos, sadaka, i kanë bërë ditët familjare, kështu që pas këtij adhurimit më njëherë vjen kjo dita e festimit. Me tregu që festat nuk janë është thjesht mu gëzue, po zakonisht më thonë festat bëhen pasi që e ke arrit një vlerë, e ke arrit më thonë një qëllim, edhe gëzohesh. Të arsye më thonë gjithashtu edhe Bajrami që është i Kurbanit, e një agjo më thonë ka të bëjë me kryerjen e haxhit. Zakonisht agjerit kur janë në Arafat atje, ditën e parë Bajramit, ka të bëjë më thonë edhe kjo festë me një shtyrë për shtyllat e Islamit që është më thonë kryerja e haxhit. Pra më thonë lidhet shumë ngusht më thonë festa me kryerjen e ritualeve fetare që janë madhore, që janë më thonë këta shtyllat e Islamit. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam thot me një hadith, agjeruesi i ka 2 gëzime. Një gëzim e ka kur qel iftarin, kur ban iftar, ne këtë vremi, këtë kur ulmi para, jo që jemi shumë të unët me hangë dhe me pi, por është një çfarë kënaqësie, një çfarë amërsire, kenet unët, ka kalu dita, duke s'ke hangë dhe s'ke pi, edhe momenti edhe gëzohesh. Shumë e vërtetë, edhe është i vetmi muaj që ne bashkohemi. Subhanallah, më thonë, me të të e sheh një çfarë gëzimi nuk po shkut me fjalë. Më thonë, ka thonë besëm besimtari ka 2 gëzime. Një gëzim e ka kur ban iftar, kur qel iftar, edhe një gëzim tjetër e ka kur dhe të takon Zotin subhanahu wa taala ditën e Kiametit. Pse në këtë rast pejgamberi alayhis salam e lidhi çështën e gëzimit me iftarin, me takimin me Zotin. Nga se më thonë se dimi ne në shumë hadithe, pejgamberi alayhis salam e ka lënë shpërblimin e agjerimit, e ka marrë përsipër vetëm me shpërblim personin. Ka thonë në hadith me salam, ana azibi. Unë për çdo vepër kum caktuar shpërblime. Kurse agjerimi Zotit më ka lënë sekret, surprizë për ditën e Kiametit, Allah alem Zoti ka përgatitur për agjerim. Këtë arsye më thotë po më sa besimtari ka 2 gëzime, një gëzim kur bën iftar, edhe një gëzim tjetër kur do të takon Zotin, edhe kur të shat shpërblimet e mëdha se çka ka përgatitur Zoti për ata që kanë agjeruar. Pra më thonë ka të bëjë më thonë shumë festa e Bajramit, 2 Bajramën në këtë rast, me kryerjen e këtyre 2 adhurimeve madhore. Si duhet muslimanët ta presin këtë festë? Çka duhet të bëjnë ato në këtë ditë të veçantë? Besimtarët më thonë, kur arrin fundin e Ramazanit, fillimisht duhet ta falenderojnë Zotin subhanahu wa taala për këtë arritje madhore. Që Allah e dha shëndetin, edhe vullnetin, edhe guximin, që një muaj më thonë, e kaloj duke i lënë disa gjëra që në esencë janë ata të lejushme, por i kalon për rritë Allahut. Kjo është e madhe. Edhe falenderojnë Zotin. Allah subhanahu wa taala në ajetet e agjerimit e përmend këtë çështje, thotë Zoti subhanahu wa taala: "Wa litukmilu al-iddata wa litukabbiru Allaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun." Thotë Zoti subhanahu wa taala në këtë ajet, thotë qëllimi i këtij muaji Ramazan që ta plotësoni ju muajin, ta agjeroni komplet muajin e Ramazanit, edhe ta falenderoni Zotin për udhëzimin.
më thonë, agjerimi muaj Ramazanit, më thonë, është një udhëzim i veçantë. Allah të ka dashur të mirën, të ka mundsuar, të ka dhënë shëndet dhe e ki kalue, edhe thotë Zoti wala allekum tashkurun. Dhe të bëheni mirënjohës, të bëheni falënderues. Ka se Zoti va dha shëndetin, va dha më thonë këtë kuptim të fesë, e kuptu të rëndësinë e këtij muajit Ramazan dhe agjeruat muajin e Ramazanit, kështu që më thonë ju kërkohet nga ne në fundin e muajit Ramazanit me falëndëru Zotin. Kjo është e para. Dhe e dyta, wali tukabbirullaha. Edhe dyta më thonë me madhru Zotin subhanahu wa taala me tekbire. Edhe kjo është një ndër format se si besimtari më thonë prej sonte, si natën e fundit të Ramazanit deri në faljen e Bajramit, preferohet që sa më shumë me bëu tekbire. Tekbira është për qëllim fjalët Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Më thonë prej si të kalojë nata dhe ki qeli iftarin e fundit, prej kësaj nate, më thonë, fillon me tekbire deri sa të falet namazi i Bajramit. Edhe tërë natën se ke mundësi me kalu është mirë, sa ma shumë që banë është më mirë, edhe rrugës duke shku prej shtëpis në xhami, me shku me falë namazin e Bajramit, edhe rrugës preferot me thonë tekbiret, edhe me shku bashkarisht me musliman, me falë edhe namazin e Bajramit, edhe me shprej, më thonë, këtë gëzim në këtë ditë madhore. Çfarë vlere ka namazi i Bajramit hoq? Namazi i Bajramit është një adhurim që bëhet, më thonë, në ditën e Bajramit, musliman mlidhen nëpër xhami, apo ndonjë vend të hapur, ku mund ta falin bashkarisht. Më mirë është më mbledh gjithë muslimanët në një vendit, në një vend caktuar dhe bashkarisht me fal namazin e Bajramit, aty më ardhe dhe fëmia, e gratë, krejt mu paq aty bashk. Ky fenomen ndodhet në Tiranë. Në Tiranë, po e falin të gjithë në Allah na mësoj edhe neve me realizua. Inshallah. Pak është vështirë, normal mi bashku krejt muslimanë në një vendit, në një hapësirë është bagesë i vështirë, më thonë. Por personi kur ka vullnet, institucionet fetare duhet me organizu këtë çështje. Është mirë me organizu, është edhe prej sunetit, më thonë, pra ka rekomendu që është mirë me u falë dikuni, me vadhon kretë muslimat, me vadhon mundësin që me dalë dhe me u falë bashkarisht. Pra namazi i Bajramit është një namaz që është vajib, jo gradën e farzit, po jo dhe gradën e sunetit, që është një gradë pak me ullët, mes farzit dhe sunetit që duhet me krye çdo musliman, bashkarisht me imamin, vjen më thonë xhami, ose si thash në vend të hapur, falem dy rekate, sikur dy rekate zakonshme, sikur namazi i xumos, por me disa tekbira shtesë. Kjo është veçoria e namazit Bajramit. Më falë si namazet tjera në përgjithësi, por tekbira shtesë, më thonë veçohen në namazin e Bajramit, që janë më thonë 3 tekbire në rekatin e parë shtesë, edhe në rekatin e dytë para se me shku në ruku. Gjithashtu shtohen 3 tekbire edhe shkohet më thonë në ruku edhe kështu që kryet 2 rekate. Tani e pason namazi me një fjalim, me një hutbe që e mba më thonë ligjëruesi asaj xhamie, me një fjalim, me një këshill, me një motiv për xhamatin, disa këshilla se si me kalu më thonë sa më mirë, më thonë ta ditë e Bajramit. Para se të kalojmë te këto traditat, të themi, dua pak të pyes se si e festonte festën e Bajramit profeti Muhamedi alayhis salam, cila ishte puna e tij e parë që në fakt e bënte në këtë ditë të veçantë? Janë disa porosi janë. Gjë më kryesore që bënte pejgamberi alayhis salam dhe që ka një vlerë të veçantë, është çështja e fitrave, ose zakatul fitrit, që jepet në ditën e fundit të Ramazanit, bile më mirë është me valu deri para namazit të Bajramit. Të vënohet. Të vënohet deri sepse ka disa shpjegime që thuhet që është keq ta prekën ditën e Bajramit. Jo, nuk është keq me e kalu, më thonë, kurse është mirë me ju afru namazit të Bajramit, por nuk ka të keqe me dhënë më herët. Disa ditë para se mu kri Ramazani me shpënda. Pra më thonë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në nxisten gjithë i kanë ditën në përgjithësi muslimanët që me dhonën një lloj sadakaje, që njihet sikur fitrat ose sadakatul fitr, me qëllim që me pas çka me hove pije ata të cilët janë skamlar. Jo vetëm mu gëzu për Bajram, por mi dhon edhe mundësinë edhe ai që nuk ka, çka me hongër në sofrën e vet, me pas mundësi edhe ai me blej edhe me hongër. Çfarë dispozite ka zakatul fitr është më thonë vajib, për vajibeve të Islamit, një obligim që duhet ta kryejë muslimani edhe jep çdo antar i shtëpisë, qoftë ai i madh apo i vogël, fëmijë apo më thonë vajzë apo djalë, më obligohet më thonë me e dhon zakatul fitr. Sasia e kësaj jepet më thonë sa më ushqini person, sa ka nevojë, në mesatare, zakonisht vendet tona
5 euro, më thonë, ma shumë të 10 euro, në person jipet, më thonë, sadakat e fitrit. Sa person janë në familje, aq, më thonë, sadakat e fitrit jipet, më thonë, kjo duhet të kryet para namazit të Bajramit. Po. Kjo është, më thonë, ideja. Ndërsa zekati? Zekati, më thonë, nuk ka të bëjë me Bajramin, ka të bëjë me kalimin e një vitit. Kalimin e një vitit. Nëse e ke pas pasuri dhe ka kalu qaj pasuri, ka kalu një vit, dush me dhonë zeqat. Po zakonisht tek ne musliman, nga se duhet të kalon një vit me kalendarin hynor. Gjashtë më thonë zakonisht tek ne musliman që japin zeqat, e logaritim me muajin e Ramazanit. Çdo muaj të Ramazanit e llogarit a ka pasuri edhe sa ka pasuri, mbas kësaj llogaritje tani edhe e jep më thonë zeqatin në muajin e Ramazanit, por nuk ka të bëjë me muajin e Ramazanit, më thonë. Vetëm për shkak vlera që ka ky muaj, zakonisht e zgjedhin më thonë kohën me dhënë për Ramazan. Që më thonë obligim e ka kur i bën një vit, mund të qenë para Ramazanit, mund të qenë pas Ramazanit, më rëndësi ti kalon një vit sasi e duhur. E zeqatin. Kurse fitrat kanë të bëjnë vetëm me Ramazanin, që i përmendëm në fundin e Ramazanit. Kur ishim tek manifestimet e pejgamberit Muhamedit alayhis salam, si festoheshte në atë kohë dita e Bajramit? Janë të njëjta tradita me të tanishme që i kemi ne? Po, më thonë përgjithësi, mësimet e pejgamberit janë të njëjta. Do të përmend disa edukata që na ka mësuar pejgamberi alayhis salam, se si duhet të feston muslimani ditën e Bajramit. E para, më thonë, muslimani duhet të vishet edhe të pafërmoset, edhe të bëndë një banjë, të pastrohet, të vishet teshat më të mira, nga sa është ditë feste, është ditë e veçantë për musliman. Kjo është rekomandimi i parë që është transmetuar në disa hadithe, me sa në kanë nxit neve si besimtar, me u pafërmos e mi vesh teshat më të mira. Gjashtu, më thonë, para se me shkua, nga se kemi agjeru, dhe kemi pas ndalume me hangë me pi, preferohet para se me shku në xhami me fal namazin e Bajramit, me hangë diçka. Ndë një hurmë apo diçka tjetër, me qëllim që me thy atë standardin, atë traditë që kemi pas gjatë muajit Ramazanit, me thy këtë rregull, me hangë diçka dhe me dalë në xhami me fal namazin e Bajramit. Gjithashtu prej mësimeve të pejgamberit alayhis salam është edhe çështja me shku në xhami në një rrugë dhe me u kthim në një rrugë tjetër. Pse kjo gjë? Pse kjo urësia, i kam përmendur detaj disa urësi, një ndër ta është me taku sa më shumë njerëz. Aha. Me taku, më thonë, dhe takosh njerëzit tani, do t'ja urojsh Bajramin, do ta shprehësh atë gëzimin atë. Domethënë është dashuria mes njëri tjetrit simbolik. Po, më shumë mes veti, kështu me radhë. Kjo është urësia, ka disa urësi tjera, por kjo është ajo thelbësorja. Gjithashtu e përmenda pak më herët, gjatë shkuarës në xhami rekomandohet dhe është vepër e pëlqyme me bë tekbire, me thonë Allahu Akbar, atë që përmendëm në fillim. Gjithashtu preferohet, si thash më herët, edhe çështja e namazit Bajramit, afron muslimanët hin koha, zakonisht koha e namazit Bajramit është pasi që lind dielli, zakonisht vjen tona falë 45 minuta pasi që kalon ose 40 minuta pasi kalon edhe lind dielli, falë namazit Bajramit. Aty më thonë është gjithashtu ndëgjohet edhe ai fjalimi i hoxhës, i atij ose xhamia ose asaj xhamatit, një fjalim që e ban për një këshill që e për xhamatin e xhamisë dhe xhamatin e vet. Gjithashtu më thonë është mirë dhe preferohet të bën urime të ndryshme, duke filluar me lutjet Zoti na pranoft ibadetet, na dha Zoti shëndet që arrim edhe vitin tjetër të Ramazanit. Më thonë buzëqeshja është theksohet në këtë çështje, buzëqeshja shumë e rëndësishme. Më thonë gjithashtu për gjëra që theksohet në këtë çështje është edhe vizita që do të bëhen. Më thonë brenda familjes, duke filluar prej prindërve, edhe tani antarët më të afër, mocat e vëllezërve, kështu më thonë me radhë, më thonë me qëllim që me shfaq dashurinë edhe gëzimin e këtë ditë. Nga se prej dita e Bajramit është një simbol prej simboleve të Islamit. Allah na mëson Kur'an dhe thot Zoti: "وَمَنْ يُعَظِّمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ." Kush i madhron simbolet e Zotit, kjo aludon në devotshmërinë e zemrës. Pra të kur e madhron një çështje, një dispozitë fetare, edhe respekton, e ngrit në një nivel shumë të lartë, normal kjo aludon që në zemrën tënde ka devotshmëri. Si thash pak më herët, theksohet çështja me shti lumturinë në zemrat e muslimanëve. Sëmos më pejgamberi alayhis salam thot me një hadith: "Ahabbul a'mali lillah sururun tudkhiluhu ala muslim." Puna më e dashme te Zoti është ajo punë e cila shti gëzim zemrën e muslimanit.
Që asyje të ne që ka bënë, hamda, kjo tradit e mirë është gratë përgatisim më thonë baklaf, përgatisim më bësita ndryshme. Fëmijët i gëzojmi me doj lodra, ju apme edhe nej dhurat, nej pare të vogël, më thonë me qëllim që me shfaq edhe me lonë, më thonë, ndjenjat mira të fëmija. Që më thonë me prit edhe bajramin tjetër, me gjithë qef, edhe me i prit ata momente që mu bashku prapë muslimat edhe me festu edhe me ndejtë bashkarish më. Pra kjo tekstohet. Gjithashtu në një hadith, për nësa më thotë, interesant, kur të regon për rëndësien e lidhe familjare, ne zakonisht për xhamia e të regojmë edhe këtë hadith, ka thonë për Pejgamberi alayhi salatu wasalam, kush ka dëshirë mi ushtu e ymri, edhe mi ushtu pasuria, më dhe ti mbaj lidhet familjare. Që shumë e rëndësishme në jetë. Shumë e rëndësishme, thonë, kohët e fundit musliman kanë neglizhu këtë adhurim. Se mbajtja lidhe familjare është adhurim në vete. Arsye është sa herë që shkon dhe viziton një antar familjes, ta kesh parasysh se je duke adhuru Zotin. Me këta ndjenja dushme e kryj këtë obligim. Pejgamberi po thotë kush i mban lidhe familjare, Allahu ja shton ymrin dhe ja shton pasurinë. Kretë ne kemi dëshirë me pas jetë më gjatë, me pas edhe pasuri më shumë. E një ndër forma si arrihet çka pasurie dhe çka mëdhështimi i imrit është më i mbajtur. Dita e Bajramit është një mundësi madhore, gjithë njerëzit janë të përgatitur, janë të veshur, janë të përgatitur, presin mard dikush me ra derën dhe mu përshëndete, mu përçafue, me ja uru një tjetër më thonë këtë ditë gëzimi, kështu që më thonë është një mundësi shumë e madhe që ne më thonë me zbatu këtë një urdhë të Zotit që është lidhja e familjes. Tani, në disa tradita, realisht ka disa njerëz, po nuk mund të them disa njerëz, sepse ato janë tradita, për shembull disa qytete, ja unë do marr shembull qytetin tim Dibra, njëherë shkohet në faljen e namazit të Bajramit, pastaj shkohet në Vareza, dhe më pas do me thënë, bëhet Bajram me familjen. Si e përshkruan këtë rregullore, nëse mund ta quajmë? Vizita e theksova dhe në fillim pak më herët, vizita kërkohet në ditën e Bajramit. Bire për Alesan thot me një hadith, wajabet mahabbeti lil mutahabbina fije. Ja ku bo obligim i dasht, ata që janë dasht për hir timin. Kështu është hadith tekstualisht. Dhe thotë Alesan dhe el mutajallisin e fije, ata që ulen për hirin tim, për hir të Allahut ulen dhe bisedojnë. El mutazawirin e fije që vizitojnë me vetë për hatër Zotit, për hir Zotit subhanahu wa taala, pra më thonë është vepër e dashur dhe pëlqejet. Por më thonë me shku mi vizitu antarë që të cilë kanë ndru jetë, me shku mi vizitu këta tek Varezat, vizita e Varezave në esencë nuk ka do një ditë caktume. Në Islam, gjatë vitit mush kur donë dhe ki hapësir është mirë dhe është vepër e pëlqime me shku me i vizitu Varez, nga se Pejgamberi thot me një hadith, vizitoni Varezat se vizita e Varezave va kujton juve ahiretin. Edhe besimtar normal, kur shkoni ishe antar dhe këtu bashk, sot nuk i ke, më thonë shkoni viziton edhe ta kujton ahiretin, ta kujton përgatitjen, që dhe një ditë ka marrë një ditë dhe ti kime qenë në njëtin vend. Pra, më thonë, vizita Varezave është një vepër e pëlqyme, preferohet, gjatë tërë vitit, por të veçohet ditën e Bajramit, djetarë se kanë pëlqy. E pëse është tek ne tradit, pëse nuk e kanë pëlqy, nga sa është ditë gëzimi. Dush më largu gjërave që të piklojnë. Nga që, ne bëjmë të kundërtën, shkojmë njërë piklohemi, pastaj shkojmë gëzdohemi. Kjo nuk është, më thonë. Për këta syje, djetarë se kanë pëlqyje, dhe më është vepër e mirë, nëse ka qëllu afer i ki Vareza, nuk është problem, pse ki kalu atë edhe ke dhoni selam, jenali ke bo një dua për ata që janë të Vareza, nuk është problem, por me veçu si një vlerë të veçanë. Dhe tek ne, në disa vende, për alhamdulillah kohët e fundit është largu kjo, prej namazit Bajramit drejt kanë shku tek Varezat. Që tek ne është kjo, ka qenë më herët, por alhamdulillah kohët e fundit hoxhallarët janë mundu me shpjegu këtë çështje dhe kanë kuptuar shumë prej xhamatit, kanë kuptuar që nuk ka nevojë. Ne bëjmë Bajram me të gjallit. Nuk është e domosdoshme. Ne bëjmë për ta dua, lutmi Zotin, nëse na kujtojnë këta njerëz, më thonë, japim ndaj sadaka, më thonë, ka vepra të ndryshme se si ne atëri mund mi bo mirë. Ne i bëjmë mirë me shumë forma, duke i lutë për Zotin, për Allah që ata mi farë Zotin, mi më shirua.
mund me thonë në lëmosh, në sadaka për ta. Kështu që më thonë ka forma tjera se si ne aty ju bëjmë mirë. Nuk ka nevojë, edhe ata nuk presin për neve. Që ne me shku tek ata dhe me bo bajram. Realisht e vërtetë është kjo. I nderuar hoq, ka shpjegime të ndryshme, por dua të të pyesi, ndoshta është një pyetje që s'ta ka bërë njeri deri më sot. Çfarë vlere ka të ndrosh jetë në ditë të caktuara, për shembull si në ditën e Bajramit, apo në natën e Kadrit, apo gjatë muajit të Ramazanit? Vetëm gjë që ka ardhur në për transmetime është çështja me ndru jetë në natën e xhumo ose ditën e xhumo. Ditën e premte. Ka më shumë vlerë se çdo gjë tjetër. Po. Kurse për këta ditë tjera që përmenden në muajin e Ramazanit, ditën e Bajramit, nuk ka ndonjë vlerë të veçantë. Mund me qenë si lloj shenje që ka pas një përfund të mirë, ka se njeriu nëse vdes me vepra të mira, është një shenjë mirë që ka qenë besimtar i mirë. Por në fenë e Zotit nuk është definu kjo çështje që nëse vdes dikush, ndron jetë në këta ditë, që ka një vdekje më të mirë, nuk ka kështu diçka, Në disa familje, kemi rastisur që për shembull në ditën e Bajramit, në këtë ditë që ne nesër do të jemi, nga problematikat familjare që i kanë, kur mblidhen bashkë, fillojnë edhe ofendojnë njëri tjetrin. Çfarë mëkati, le ta quajmë kështu, mund të jetë tek Zoti, në qoftë se ti në këtë ditë qëndron me hatërmbetje, nuk shkon tek djali hall sepse ke një hatërmbetje më herët, nuk fal, shtrëngon zemrën tënde. Allah subhanahu wa taala neve na ka dërguar shumë mundësi edhe shansa që ne ta përmirësojmë veten. Edhe muaji Ramazanit është muaji ndryshimit. Ne kemi lënë disa ushqime, kemi lënë pije, ne kemi ndru disa standarde në ushqimit, e kohën e xhumit, shumë gjëra kemi ndryshuar. Kjo na jep me kuptuar që ne mundna me ndryshuar, më thënë. Edhe do të më thithë disa bariera që bën shkak që ne me pas ftohje mes nesh. Po. Edhe kjo është urësia pse Zoti ka lënë, vazhdimisht kemi dy festa me një vitit, nëse ka ndodhur dhe ne jemi njerëz, mund me ndodh keq kuptime, mosmarrëveshje, në lëndime caktume, por duhet me të kalue, se përmendëm edhe më herët, ne jemi të obliguar, e kemi fetarisht jemi të obliguar me i mbajt lidhjet familjare, dhe duhet me të kalue. Edhe për nësa më i mirë nga ata që kanë pas zënka, më i mirë nga ata dy është ai cili fillon i pari me selam. Nëse të ka ndodhur, të ka prish, edhe të ka lëndu dhe një antar i familjes, ti më i mirë je nëse shkon ti i pari. Shkon një zgjat dorën, e përshëndet me selam, edhe përshafon, i thue, ne, edhe pse kemi mos ma veshë, por nuk do thotë që ne me shkëput lidhjen tonë, më thonë. Këtë duhet me bëne gjatë, më thonë, Ramazanit dhe fundi Ramazanit, edhe Bajrami ka të ep këtë mundësirë, më thonë, me e thy këtë barierë. Ne nuk i kemi, besoj që çdo besimtar ka humbur një familjarin e tij. Çfarë duhet ne të bëjmë që atyre t'ju arrijë shpërblimi? Gjatë paktën gjatë muajit Ramazanit, gjatë festës së Bajramit. Po. Më thonë, ne kemi disa vepra që nëse i bëmi me nijet, me qëllim, që me shku shpërblimet atyre që të kanë ndru jetë, Allah s.w.t. va dërgon sevapët. Shumë një ndër veprat më kryesore është lutja. Ne zotja arrejmi, më thonë, familjarët e tonë gjatë lutjes. Edhe shumë citate kemi në Koran, Allah në mëson që besimtarët duhet më fillimisht për veten, tani me prind edhe për gjithë muslimanë në përgjithësi. Është moment edhe në ajet edhe themi një lutje që e bëmi në fund namazit, para selamit, themi Rabbi ghfirli, o Zot më fal mua, wali walideje, mi fal prindët e mi. Walil mu'minina yawma yaqumul hisab, dhe fali gjithë besimtarët ditën kur do të dalmi para teje o Zot. Pra kjo është një lutje që ne themi vazhdimisht si namaz. Edhe për asam kur e ka përmend këtë lutje, ka thonë ai që dhe bën këtë lutje, ka shpërblime as sa musliman jetojnë mbi tokë. Se ti e lut për krejt musliman. Ke thonë Zotë dhe fali gjithë ata që më thonë janë musliman kur do dalmi nesër para teje. Kështu më thonë muslimani fillimisht bën lutje. E dytja më thonë mund me bo ndonjë lemosh, ndonjë sadaka, me thonë në emrin e atij person që dhe ka ndru jetë. Më dhe jepës një sadaka edhe me një jetë që mi shku shpërblimi atyre më thonë. Gjithashtu më thonë prej bamirësisë ndaj atyre që kanë ndek, është edhe çështja me respektu shoqërinë që ka pas.
Se ka pas një dashamir, një shok, baba yt ose nana jote, një shoqe, ose ai person që do të ka ndruar jetë, e ka pas një shok të veçantë, respektoj shokun e tij, i shkojnë sevapet latina. Edhe kjo ka shumë disa hadithe që më i kanë ditë musliman që kjo është një ndër forma se si ju bëjmë mirë atë që kanë ndruar jetë. Kjo më thonë, gjithashtu më thonë, përgjithësi më thonë edhe disa dietarë kanë përmendur çështjen me bo një hatme, me lexu Kur'an për të vdekurit. Më thonë, mundesh më thonë, i bën mirë, më thonë, është vepër, e kanë përgjithë disa dietarë. Më thonë me lexu Kur'an me niyet që mi shku sevapi atij person që më thonë që bën jetën e këtij fillim deri në fund një hatme edhe me niyet që ti shkojnë sevapat dhe shpërblimet. Kjo është një vepër e përgjithshme. Më këto janë ata forma, kështu që më thonë muslimani pajtohet me caktimin e Zotit. Ne ketimi kësaj rruge. Bon, dikush më herë, dikush më vonë. Por më rëndësia është që ne të përgatitemi. Bon, nuk ka pas njeri që ka jetu, më thonë, do të jeton sa herë mbi tokë. Sa që edhe pejgamberi alayhis salam që është pejgamberi më i zgjedhur i fundit, më i dashur i Zotit, dhe atij ka momenti i fundit dhe ka zhdon nga kjo jetë. Mira Allah ka përmend Kur'an ka thonë innaka mayitun wa innahum mayitun. Ti mos ti do të vjen dita dhe kemë ndruar jetë, por ata që vinë pas teje bashkë me ti që janë ata kanë ndruar jetë. Kështu që më thonë muslimani është mirë në kësi raste pikëllimi kur i kujtohet antar që kanë ndruar jetë, me kujtuar edhe vdekjen e pejgamberit alayhis salam. Personi që kujton vdekjen e pejgamberit salam, kështu që më thonë i fladitet zemra. Edhe pajtohet me kaderin e Zotit. Me realitet. Ne një ndër shtyllat e Islamit është edhe besimi në kaderin e Zotit. Edhe kjo çështje është pjesë e kaderit. Zoti i krijoi njeriu, domethënë e caktoi kur ka me lind. Që Zoti i njëjti më ka caktuar kur njeriu vdes. Këtë dunjë më shumë ka me dash, me dikujt më ashti imres, mund më ashti. Nëse nuk kemi në dorë, flimar që e marrmi, nuk e di më e marrmi tjetër. Kështu që ne jemi këtë sa rrugë, por më rëndësia është që ne mu përgatit. Edhe me marrë mësim nga ata të cilët kanë ndruar jetë para nesh, me marrë mësim edhe me thonë në veti, s'ku të kishë ardhur me laçe vdekjes tek unë, sa do isha i përgatitur. A thua deri ka me mri bajramin tjetër, a e mria se mri. Dhe si muslimani du ta kujton shpesh vdekjen, edhe kjo është edhe një porosi e pejgamberit alayhis salam thot me një hadith, falin namaz kur është namazi i fundit. Me falë namazin, me ndjenja, si kur tjetë namazin. Me kur është namazi i fundit, ma nuk kthejnë në këtë namaz. Edhe mendoj edhe agjerimin e këtij muajit Ramazanit. Mendoj se ndoshta Allah le ma kthejmë edhe a kemi ymër me jetu edhe në Ramazanin tjetër. Kështu që është një mundësi, është një shansë e madhe që ne më thonë me u përgatit më thonë. Pas Ramazanit shumë njerëz ndjejnë një energji të re shpirtërore. Si mund të ruajmë të frymë të mirë edhe pas Bajramit, që mirësitë e Ramazanit të vazhdojnë më gjatë në jetën tonë? Arsyeja pse njeriu në Ramazan është më aktiv, më shumë ka motiv për punë të mira, është që bën më shumë adhurime, më shumë falet, më shumë lexon Kur'an, më shumë afrohet me njëri tjetrin, që më thonë kjo afrim edhe kjo përpjekje e bën njeriu më të udhëzuar. Kështu do të jetë edhe jashtë Ramazanit. Qasi muslimani edhe pas Ramazanit adhuron Zotin. Ramazani është një stacion i vetëdijsimit, ripërtrimit. Muslimani duhet të ngjall më tepër me na shërbi edhe jashtë Ramazanit. Po. Nuk është qëllimi vetëm ne me adhuru Zotin, me lexu shumë Kur'an në Ramazan edhe jashtë Ramazanit, tani deri në Ramazan tjetër me mbyll musafin, edhe me përpas kohë me hap dhe me lexu disa faqe. Muslimani edhe jashtë Ramazanit me qenë adhuruesi i Zotit. Kujdesu Allah thënë Kur'an wa'bud rabbaka hatta ya'tiyaka al-yaqin. Adhuroj Zotin derisa të vjen momenti i vdekjes. Nuk ka ndonjë afat. Nuk dalim në penzion e ke adhuru Zotin 50 tani pas 50 edhe del në penzion nuk adhuron. Jo, muslimani vazhdimsi adhuron Zotin. Do të thonë, këtë motiv, kjo energji që e ke marrë në Ramazan, duhet na shërbijë edhe pas Ramazanit me çka? Duke lexuar Kur'an, duke marrë pjesë në përndeje të mira, në për xhamia, më thonë, xhamit edhe adhurimet edhe obligimet janë edhe jashtë Ramazanit. Pasi më thonë, mos ta kufizojmë më thonë adhurimet vetëm në këtë muaj. Por më thonë duhet të vazhdojë kjo edhe pas Ramazanit. Jeta është plot sprova, vështirësi, sidomos në kohën ku ne tashmë jetojmë në këto vite. A mund të themi se Ramazani është një stre mëshire dhe Bajrami është një shenjë gëzimi nga Allahu që tregon se ai dëshiron që robërit e tij të jetojnë me shpresë dhe me lumturi. Vërtet është, më thonë kjo njeriu më thonë që e ka agjëruar muajin e Ramazanit dhe ka arrit Bajramin.
Kjo është një shenjë e mirë se je mobilizue edhe ke marrë shumë shpërblime. Është transmetuar në një hadith, pse u përmend edhe vdekja, njëri prej shokëve të pejgamberit sa më kishte parë në ëndër dy shokë të vet. Kjo është rasti i vërtetë në hadithet e pejgamberit sa. I kishte parë në ëndër, njëri prej tyre kishte ndruar një jetë më thonë normale, e tjetri më thonë kishte ndruar jetë duke qenë shahid. Më thonë ka shkuar dhe ka ndruar jetë për hir të Zotit. Po çka ka ndodhur, ku është ajo pjesa interesante e kësaj ngjarje? Ky që ka pa ëndër këta dy shokë të vet, e ka pa që ai i cili më thonë ka jetuar një vit më shumë, edhe ka amrit një Ramazan më tepër se ai tjetri i cili ka qenë shahid, ka hi para tij më thonë xhenet. Është çuditë ai, edhe të gjumi edhe thotë si ka mundësi thotë me të kalu shahidin, ai i cili ka jetuar një vit më tepër. Po. Edhe shkon konsulton pejgamberin, sa ka qenë pejgamberi gjallë atëherë, i thotë ja Rasulullah, çish më ndodh kjo? Shahidi ka pozitën e lartë. Si ka mundësi që ka jetuar një vit më tepër, me atë e kalu shahidit, pejgamberi i thotë, ai që ka jetuar një vit më tepër, a nuk ka fal kaq namazën më shumë se ai tjetri? Ai që thotë ka jetuar një vit më shumë, a nuk ka xhiruar një muaj Ramazan më shumë se ai tjetri? Kështu më thonë, mundësia që ne që jetojmë, më thonë, kjo është mëshira e Zotit që Allah po të jap mundësinë që ti edhe më tepër me bëj ibadet. Më shumë fal, më shumë me agjërue, kjo aludon në rahmetin e Allahut. Dhe si thani pejgamberi ka thënë në fund, khairukum man tala umru wa hasuna amalu. Më i mirë nga ju është ai i cili i shtohet imri dhe i shton punët e mira. Vërtet. Gjithsesi më thonë, ata që janë më shumë, edhe nuk bëjnë vepra të mira, duhet me pas gale. Edhe duhet më penduar sa më shpejt, nga se ti po barat e obligime po nga kohësh më tepër. Vin namazë më shumë, vin agjërimi më shumë, edhe ti nuk agjeron, nuk fare, kështu që bara shtohet. Po nëse jep të mirëve, kjo është një shans. Allah po të imër, që ti më thonë sa më shumë me bëj vepra të mira dhe me fitu kënaqësinë e Allahut subhanahu wa taala. I nderuar hoç, ne jemi me minutash dhe unë jam drejt fundit. Doja që të marrë të gjithë mesazhin tënd për të gjithë shikuesit e mi, por edhe për të gjithë besimtarët musliman në këtë ditë kaq të madhe që na pret nesër, por edhe në mbyllje të këtij muaji të shenjtë që unë për veten time them, nuk e di për tjerët, unë e kam ndier jashtëzakonisht si muajin më të bukur sepse kemi shijuar iftare, kemi kaluar darka të bukura deri në syfyr, domethënë jemi argëtuar me njëri tjetrin. Mesazhi im do ishte Ramazani dhe agjërimi në këtë muaj ishte një argument se ne mund të ndryshojmë. Pasi që ndrum orarin e ushqimit, e xhumit, e shumë do punëve, kështu që më thonë nuk ka arsye me thonë nuk ka mundësi me ndryshu. Jo ndryshon. Që ishte më një fakt, është muaj Ramazanit, shumë gjëra ndryshuan të këtij. Më shumë u fale, më shumë bënë punë mira, më shumë mbajtje lidhje familjare. Kështu që më thonë kjo është mesazhi ne të ndryshojmë. Normal bëhet fjalë për anën pozitive ndryshimi, më thonë. Kjo është një mesazh. Mesazhi tjetër, do thësha, jeta është kalimtare, më thonë. E përmendet edhe në fillim, Allah tha që agjërimi janë ditë të numëruara, edhe kretë jeta është kështu, më thonë. Allah më thonë një vend në Koran përmendën se njerëzit do të flasin në ditën e gjykimit sa ditë kemi jetuar në dunjë. Edhe disa do thonë kemi jetuar një ditë, disa tjerë kanë thonë gjysdite, disa kanë thonë jo, vetëm një çast. Do kanë thonë jo, neve na kujton që kemi jetuar vetëm 10 ditë. Edhe në fund Zoti ju thotë, jo, ju keni jetuar disa ditë shumë të numëruara që janë pak. Illa qalila, pak, mund ditë të numëruara shumë pak. Kështu që edhe te agjërimi tha Zoti ditë të numëruara, edhe komplet jeta është kështu, më thonë. Me ditë numëruara. Kështu që mund të shfryzojmë këtë begati Zotit, më thonë, se janë ditë të numëruara, edhe jeta komplet si është agjërimi ditë të numëruara, edhe jeta janë ditë të numëruara, kështu që më thonë për çdo detaj, për çdo punë që ne bëjmë do të japim llogari para Zotit. Kështu që mund ta kemi parasysh jeta kalon. Nëse pyet një më shumë çka mban mend nga jeta, ajo do thotë shumë, s'moj mend shumë pak. Muja Ramazanit po na jep këtë mesazh. Mund që ditët kalojnë shpejt, kështu që mund të përgatitemi për një ditë që do ta takojmë me Zotin subhanahu wa taala. Faleminderit shumë që na pritën në xhami, faleminderit për mesazhet e bukura dhe shpresoj që të kesh shëndetin dhe të jesh gjithmonë pranë nesh. Faleminderit, Allah është shpërbleft e gëzuar Bajramin për gjithë muslimanët në përgjithësi edhe për neve që edhe për ty që e ke dhënë një kohë
Faleminderit shumë. kalu disa çaste të bukura të mira. Allah i shpëlbeft. Allah i vazhdon të mirat e u bëv gjithmonë sebeb për kësi aktivitete të mira. Amin. Urime edhe juve. Faleminderit, Allah i shpëlbeft. E pra të dashur shikues, ishte ky edicioni që ne përgatitëm për nder të festës së Bajramit. Para se ta mbyll në fakt edicion, nga kjo xhami dua t'i falenderoj të gjithë ato shqiptar të cilët kanë kontribuar për një rast që unë e kam publikuar në rrjetet e mia sociale, bëhet fjalë për vajzën e bukur, vajzën e dashur 9 muajshe Ixhrinin. Vazhdoni të kontriboni, unë e kam dhënë edhe si mesazh, domethënë nuk është ndonjë shumë e madhe nëse ne bëhemi bashkë për ta mbledhur atë shumë. 100.000 euro janë 100.000 persona të cilët nga 1 euro mund të bëjnë këtë kontribim. Kështu që në këtë ditë të gëzueshme, në këtë ditë të Bajramit, le të gëzojmë dhe Ixhrinin me mesazhin e bukur që ajo të udhton drejt asaj rruge ku i është premtuar edhe shërimi i saj. Gëzuar të gjithë, hapni zemrat sa më shumë, dashuroni njëri tjetrin dhe le të jetë ky Bajrami i jon që të na vetëdison, që ne të kuptojmë se sa më shumë në jetë ka vlerë dashuria dhe sa më shumë në jetë ka vlerë që ne të bëjmë mirë për njëri tjetrin. Të takohemi me edicionet e tjera nga kjo xhami kaq e bukur, patshi vetëm bekime në jetë.